Shfuqizimi i qeverisë teknike nga ligji për qeverisje mund të bëhet edhe nëse për të votojnë vetëm 61 deputet, por e njëjta sipas kryeparlamentarit Afrim Gashi duhet të hiqet me marrëveshje të gjitha subjekteve politike. Ai deklaroi se në kohën kur është rënë dakord për një metodë të tillë, propozuesit kanë paraparë që të njëjtën mund ta shfuqizojnë pa pasur nevojë për konsenzus ose 2/3 e votave në kuvent. Gashi vlerëson se qeveria teknike duhet të hiqet kur partitë politike të kuptojnë dhe të vlerësojnë se nevoja për të pasur qeveri teknike ka përfunduar. Edhe atëherë aktorët politik kanë vendosur që mënyra e përmbylljes të procesit të mos jetë me 2/3 apo me konsenzus, por me një shumicë të thjeshtë për 61 votave. Prandaj nëse flasim legalisht, proceduralisht, edhe me 61 vota nëse merret një vendim i tillë, nuk ka asnjë problem nga aspekti i procedurës dhe legalitetit, por nga aspekti politik i rëndësisë, mendoj që duhet të tentojmë të merremi vesh deri në fund me gjithë aktorët politik. Duke parë se numri i konsiderueshëm i ligjeve kalojnë me numër më të madh të votave në kuvent se sa ka shumica në përbërjen e saj, Gashi u pyet edhe nëse ndonjë deputet nga opozita ose deputet i pavarur i është bashkangjitur shumicës parlamentare. Një konstatim të këtill mund ta bëjmë publik vetëm nëse një deputet apo një grup parlamentar me shkresë deri te unë përcaktohet se ka ndruar anë, se i takon një anë apo një anë tjetër kështu me radhë. Deri tash nuk ka asnjë ndryshim nga ndryshimet e fundit që i kemi pasur. Prandaj unë mendoj se rritja e numrave për disa ligje është falë dialogut hapur, kulturës ngritur politike dhe mendoj se edhe pjekurisë politike që po mundohemi të krijojmë një klimë pozitive në vend ku jemi të hapur me gjitha partitë. Në fund, kryeparlamentari bëri të ditur se tashmë janë formuar grupet e punës për ndryshimet e kodit zgjedhor dhe se procesi do të udhëhiqet nga Ministria e Drejtësisë. Ende nuk dihet nëse do të ketë vetëm përmirësime në kodin aktual apo do të hartohet një kod i ri zgjedhor.